Quaje si të duash. Në Daç trajtoje si ironia më e madhe e Shqipërisë që kur ajo lindi, në Daç quaje marrësia më e madhe e shekullit. Por që është ideja më geniale e politikës shqiptare, kjo ka pak vend për diskutim. Bëhet fjalë për shtetin e ri Bektashi, që del në horizont kohë pas kohe. Varësisht humorit të atyre që e shpikën, herë del një detaj e herë një tjetër. Mirë po asnjëherë thelbi i des. Ne e shesin si një shtet që do të promovoj islamin e moderuar, si një shtyllë më shumë për bashkëtesën dhe tolerancën fetare, me monedhë por pa bank, me pasaport por nuk dihet për kë, me ambasador por pa polici. E tjerë thagmasi këto që vetëm një mendje madhështore mund t'i shpik dhe t'i shes për ide geniale. Shqipëria është e njohur botërisht për tolerancën fetare, edhe bashkëtesën e çmuar gjithashtu fetare. Ajo ka qenë dhe është shembull për rajonin dhe botën, dhe deri tani, pikërisht për të mbrojtur këtë tolerancë, po krijohet një enklav që e vë atë në rrezik. Është si të shuar zjarrin me benzinë, ose si të kurosh një sëmundje duke e përkeqësuar atë. Mbi të gjitha, ndërsa vendi përballet me protesta masive, emigracion, ekonomi të brisht, politik të inkriminuar dhe një të ardhme të pasigurt në BE, në vendin ton të vogël e të plakur, ka plasur diskutimi për monedhën bek, për pasaportat bektashiane dhe kufin të një shteti që do të ketë më shumë ambasador se qytetar. E po një shembull global i bashkëtesës fetare të komplikojë veten në këtë farfeje, vetëm Shqipëria është e aftë ta bëjë. Madje, tamam jo Shqipëria, por ata që e drejtojnë dhe e sundojnë prej dekadash. Ka kaluar gati një vit. Dhe kur mendohet se projekti për shtetin Bektashi ishte shuar si ato shtëllungat që lëshon her pas here në ajër politika shqiptare, ja ku doli prap në sken. U gjet ju pa mundim emri i monedhës që do të ketë ky shtet i ardhshëm. Bek, 3 gërmat e para të Bektashimve për të hapur një grop të madhe dhe të zezë dilemash dhe diskutimesh. Si ide, projekti është genial, madhështor, për ata që e ideuan dhe për ata që e mbështesin. Një shtet me 11 hektar tokë në lindje të Tiranës, me monedhën e tij zyrtare të lidhur me arin, me pasaporta diplomatike, ambasador kudo në përbot dhe kryegjyshi Babamondi si presidenti i shtetit të Bektashimve. Zgjidhja duket logjike. Ai është lideri shpirtëror, kështu që pse të mos jetë edhe kreu i shtetit? Është brenda një pakete të plotë që ungjan promocioneve të marketingut, udhëheqës fetar, shpirtëror, diplomat, tani edhe president. Në realitet, ideja është një ekuacion i vështirë kushtetues, juridik, politik, diplomatik, pse jo edhe fetar. Mbi të gjitha, ky projekt genial sfidon çdo parim të shtetit unitar shqiptar. Pikë së pari vjet në provë Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, e cila e përcakton shtetin ton si unitar dhe të pandashëm. Nëse i referohemi kryeministrit Rama, shteti i ri Bektashi nuk do të ketë polici, dogan, administratë tatimor apo gjykata, dhe se në të gjitha aspektet do t'i përmbahet Kushtetutës së Shqipërisë. Nuk e dim nëse Rama ka evoluar me detajet e kësaj ideje, por të paktën deri tani situata të kujton historinë e atij që këmbgulte se ishte beqar, por kishte grua dhe fëmijë. Dokumentet themeltar i vendit, të cilin herë i falemi e herë jo, i thot qartë dhe pa asnjë të qartë interpretimi. Dokumentet themeltar i vendit, të cilit herë i falemi e herë jo, e thot qartë dhe pa asnjë të qartë interpretimi. Republika e Shqipërisë është shtet unitar dhe i pandashëm. Ndaj krijimi një shteti tjetër sovran brenda tij bie ndesh me këtë parim. Godet rënd thelbin e vetë shtetit. Nëse projekti për shtetin Bektashi miratohet, duhet të ndryshim kushtetuta me 2/3 e votave në parlament. A jemi gati për ta shembur kushtetutën? A jemi gati të krijojmë një shtet të ri brenda shtetit ton edhe pse ai mund të jetë simbolik? A e rrezikon harmoninë fetare një shtet fetar, që e veçon atë dhe jep më shumë të drejta në raport me komunitetet e tjera fetare? Për te pyetjeve të tilla që nuk kanë fund, ideja për shtetin e ri Bektashi duket një aventurë e rrezikshme. Cënon rënd barasim fetare, sepse ngritja e një grupi të vetëm në status sovran minon parimet kushtetuese të barasisë. Rrezikon polarizimin sepse në një vend si yni që krenohet me bashkëtesën fetare, po krijohet një ndarje e re fetare. Dhe nga ana tjetër, hap kutinë e Pandorës. Pse Bektashint me shtet më vete dhe jo muslimanët? Pse jo katolikët? Pse jo edhe ortodoksët? Komuniteti musliman i Shqipërisë mund të kritikohet për shumë gjëra, por kësaj ideje i ka dhënë përgjigjen e duhur. E ka konsideruar precedent rrezikshëm dhe ka hedhur poshtë me maturi konceptin e një islami shqiptar të ndarë nga parimet themelore. Të kuptohemi, askush nuk mundet dhe nuk ka të drejtë ta konsiderojë të rrezikshëm komunitetin Bektashi. Është i nderuar dhe ka rol të rëndësishëm në ndërtimin e shtetit ton. Por pikërisht ideja e një shteti të ndarë brenda një shteti unitar për cilin kanë kontribuar shumë edhe vetë Bektashint është një precedent i rrezikshëm. Le të zbresim në fare pak detaje dhe le të jemi të sinqertë. Kjo është një histori që do të ishte qesharake nëse nuk do të ishte kaq serioze për të ardhmen në një vendi. Çfarë dihet
dhe çfarë nuk dihet. Shteti i ri do të shtrirët në një sipërfaqe për rreth 11 hektarësh në lindje të Tiranës. Për krahasim, Vatikani është 44 hektar. Pra, po flasim për një shtet më të vogël se disa lagje të kryeqytetit. Moneda do të quhet BEK, një element ky që tregon se sa serioze është ideja për shtetin e ri. Ata që e shpikën këtë emërtim as janë lodhur fare. I kanë rënë shkurt. Morën trishurat e para nga emri Bektashi dhe ja, ku pagëzua edhe moneda e re. Begu do të lidhet me emrin e artit. Çfarë mund të shkojë keq me një monedhë të lidhur me arin në një shtet që nuk ka bankë qendrore, nuk ka sistem financiar dhe nuk ka asnjë ekonomi përveç donatorëve. Asgjë sipas ideatorëve genial. Me qira fjala, kush do ta emetojë monedhën e Bektashimve? Kush do ta përcaktojë kursin e këmbimit me lekun, euron, dollarin, sepse do të duhet kjo shtet as vetë shtetin më të rinj kur të dalin për shëtitje apo për të bërë pazar në për Tiranë. Thuhet se do të ketë edhe pasaportën e vet, madje diplomatike. Një variant i pasaportës bektashiane ka kohë që qarkullon në rrjetet sociale. I gjithi në ngjyrë jeshile si vetë ngjyra e këtij komuniteti, por ende nuk dihet nëse do të jetë pjesë e hapësirës Schengen. Ashtu sikurse nuk dihet ende nëse flamuri i urdhrit Bektashi do të bëhet automatikisht flamur shtetëror apo do të krijohet një iri. Megjithatë, dihet që shteti i ri do të ketë himnin e tij. Disa kanë menduar edhe vargjet e para. Yni është Beku, por më i sigurt është Leku, policia. Tatimet, doganat janë institucione të rëndësishme për një shtet. A do të jenë ato pjesë përbërëse e shtetit të ri? Për shembull, një pako me petulla për Babamondin që kalon nga Tirana për në shtetin Bektashi, a do të konsiderohet si eksport për Ramën? Ideja është një lajm i madh për mediat ndërkombëtare. Një temë e re për të folur në OKB, një mënyrë për të treguar se ai po bën diçka. Për Babamondin është kurorëzimi i karrierës së tij. Duke udhëhequr një shtet të tërë, ai ka një mundësi më shumë për të bërë zyrtarisht e praktikisht lideri botëror i Bektashimve. Por për Shqipërinë, shteti i ri Bektashi është vetëm një hall më shumë mbi problemet e panumërta që ka. Shqipëria është vërtet një vend i vogël me demokraci të prisht dhe histori të gjatë sfidesh, por ka një gjë që e ka bërë të veçantë në të gjithë botën: bashkëtesën fetare pa kufi. Ndaj të krijosh një shtet të ri brenda vendit, duke lënë jashtë të gjithë të tjerët, është si të ndash një familje që ka jetuar në harmoni për dekada. Kur familja është e vogël dhe e brisht, çdo ndarje mund të jetë fatale. Vendi ynë gëzon më së miri në sytë e botës statusin i një vendi model për tolerancën dhe bashkëtesën fetare, pa pasur nevojë për eksperimente me sovranitetin e tij territorial. Kjo nismë jo vetëm që nuk i shton gjë trashëgimisë shpirtërore të bektashizmit, por rrezikon ta tjetërsojë ato nga një filozofi mistike e thjeshtësisë në një burokraci shtetërore me hije të forta, interesash politike dhe financiare. E nëse kjo ndodh për fat të keq, nuk do të jetë thjesht e vetëm një pako petulla për Babamondin. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.